Në vitin 2018, unë kam qenë deputet dhe pikërisht këtu në këtë salë, deputeti i opozitës e kam votuar ligjin për gjuhët, për cilin kam qenë i bindur se nuk e absolvon përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe sot nuk e kuptoj pse opozita nuk e voton një ligj i cili nuk është trajtuar si çështje me ligj deri tani. Asnjë ligj nuk është i përkryer. Mendoj se kjo formë, se si është menduar i tërë sistemi, është mënyra më e mirë e mundshme, por koha është testi më i mirë për çdo ligj. Në momentin që e shohim se duhet të përmirësohet, ne mund të ulemi sërish dhe të diskutojmë dhe të përmirësohet ligjin të ardhmen, por mes asaj që të mos kemi fare ligj dhe të kemi një ligj në këtë formë të përpiluar, të përgatitur dhe të furtur në procedurë në format më të mira të mundshme, në procedurë të rregullt, me debate, me komitet, me debat hapur, mendoj se është mënyra më e mirë për ta sjellur në ligj.